Hoxh, po për shpifjet ose lajmet që dikush mund të përhap ndaj një punojësi, ai ndërkohë ai punojësi është i drejtë, është i ndershëm ose ndaj një punojësi, thjesht shpif, pra edhe përhap lajme të rreme për të. A ke ndonjë këshill për këta njerëz? Deri këtu ne folëm për këtë fenomen negativ. E konsideron krim, shantazhi seksual, ngacmimi seksual, imoraliteti, veprat e këqija të shëmtuara, që konsiderohen krime, mëkate, harame, me pasoja. Por ama nuk lejohet që të themi gjithë njerëzit janë të prishur. Gjithë njerëzit u shkatëruan. Sepse ai që thotë që gjithë njerëzit janë prish, gjithë kanë humbur moralin, ai është më i prishur, sipas një hadith të profetit sallallahu alaihi wasallam. Man qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum. Në vendin tonë ka një pjesë shnetshme të shoqërisë. Ka burra dhe gra në sektorin publik dhe në sektorin privat, që janë ndershëm, janë moralshëm, nuk e pranojnë abuzimin seksual, nuk pajtohen me ta. Kështu që nuk lejohet përhapja e lajmeve të këqija, sepse është paralajmërim i rënd nga Allahu i lartësuar. Vërtet ata që dëshirojnë të përhapet e shëmtuara tek besimtarët dhe besimtarët, siç më kuptohet, do kenë dënim të dhimbshëm në dynjën dhe në ahiret. Dëshira për përhapjen e lajmeve të tilla është e dënueshme, është e keqe, me pasoja, siç ka paralajmëruar Allahu i lartësuar. Po kur njeriu vet përhap lajme të rreme në rrjetet sociale apo në mjetet e informacionit, qoftë gazeta, qoftë portale, qoftë kanale televizive, duhet që ta ruajmë gojën. Në qoftë se njeriu nuk e di sigurt diçka, nuk lejohet të flasë. Nuk lejohet të akuzohet një person pa fakte, pa prova, që ka një problem me kështu me radhë. Nuk lejohet të paragjykohet tjetri pa fakte, pa prova. Duhet që të heqin dorë njerëzit nga kjo pjesë. Ne e dënojmë dukurinë e shëmtuar të immoralitetit. Ne i dënojmë krimet e shantazhit seksual dhe abuzimit seksual, sidomos me i punojëse, qoftë sektorin publik apo sektorin privat. Por nga ana tjetër, edhe përhapja e lajmeve të rreshme dhe paragjykimi i njerëzve të ndershëm, burra dhe gra, djemë dhe vajza, është i dënueshëm, është i keq. Nuk e pranon feja. Allahu na ruaj. Amin. Zoti shpërblet hoxhën nderuar.